Para se të largohet nga toka amerikane në Kanadë, presidenti Donald Trump shprehi optimizmin e tij për luftën mes Izraelit dhe Iranit. Shpresoj se do të ketë një marrëveshje, mendoj se është koha për një marrëveshje dhe do të shohim se çfarë ndodh, por ndonjëherë ata duhet të luftojnë. Mendoj se ka një shans të mirë që të ketë një marrëveshje mes këtyre. Në të njëjtën ditë që Trump fliste për dy konfliktet mes dy vendeve, Irani vazhdonte me sulme ndaj Izraelit ku edhe u vran 5 persona. Por për krejt këto u arsyetua ambasadori iranian në Mbretërinë e Bashkuar. Tani po mbrojnë veten në përputhje me Kartën e Kombeve të Bashkuara. Agresioni është kryer kundër territorit iranian dhe sipas të drejtës ndërkombëtare, kemi të drejtën legjitime të vetmbrojtjes. Përfaqësuesi diplomatik i Teheranit konfirmoi se Irani do të vazhdojë përpjekjet për të mbrojtur vendin. Do të bëjmë gjithçka për të mbrojtur integritetin territorial dhe burimet tona njerëzore ekonomike. Mendimin e Zotit, përpjekjet tona do të konkretizohen kundër armikut ton, regjimit izraelit. Në anën tjetër të konfliktit, shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, kritikoi Iranin për destabilizim. Në këtë kontekst, Izraeli ka të drejtë të mbrohet. Irani është burimi kryesor i paqëndrueshmërisë rajonale dhe gjithmonë kemi qenë shumë të qartë. Irani nuk mund të ketë kurrë një armë bërthamore. Irani njoftoi se deri të hënën kishte lëshuar rreth 100 raketa, duke u zotuar për hakmarrje për sulmin e papritur të Izraelit ndaj programit të tij bërthamor, duke lënë të vdekur të paktën 224 persona, që nga e premtja e kaluar përfshir edhe 10 ushtarak të lartë.